Me listën e kompanive të mia dhe familjarëve të mi. Po një qytetari thjesht, çfarë i bën ti mor maskara? Kush është lidhja jote e bashkëshortes tënde apo e vllajt tënd me kompanitë Intercom Data Service? E kujt është kompania Intercom Data Service? Po e di që Shqipëria që është e ime, është të vish të më kërcënosh aftas në parlament. Dhe pse më kërcënon mua ti? Sepse të pyeta për 120 milionë euro të bankers? Po turp të vinë, turp fare? Të për të mbyllur gojën, po një qytetari thjesht, çfarë i bën ti mor maskara? Çfarë i bën një qytetari të thjesht nëse ngrë zërin? Nëse ti ma bën mua këtu, në kuvend, më sjell listën e kompanive të mia. Çfarë i bën një qytetari që ngrë zërin? Që del në proces. Çfarë i bën? Më thuaj çfarë i bën? Me listën e kompanive të mia dhe familjarëve të mi. Zoti Sheaj. Dhe më kërcënon aftas. Zoti Sheaj. Qetësoni Zoti Sheaj. Zoti Sheaj, Zoti Sheaj. Përjashtoheni nga seanca plenare 5 minuta pushim sa dali Zoti Sheaj jashtë.